Në këtë episod të podcastit Apostrof kam kënaqësinë të kem të ftuar shkrimtarin Andreas Dushi. Do të flasim për një nga librat e tij më të fundit, Në pesë të tatuazhit tënd. Andreas, mirë se erdhe në Apostrof. Faleminderit, mirë se u gjeta. Unë jam duke lexuar akoma librin tënd, nuk e kam mbaruar, kështu që do ishte mirë të shmangnim këto spoilers ose ndonjë gjë që mund të na nxjerrë fundin. Megjithatë, një nga gjërat që më bëri përshtypje dhe më pëlqen më shumë tek libri yt është ky miksimi ose përzierja që bën midis formës shumë moderne të rrëfimit dhe elementeve të traditës, është i mbështetur tek disa mite që janë shumë shqiptare, mund të themi, po ndërkohë edhe elemente të tjerë me të cilat përballemi në ditët tona, si problemet e shëndetit mendor, çështjet e identitetit dhe këto gjëra. Po para se të fillojmë të flasim për romanin, duhet të të pyes në fillim për diçka më të thjeshtë ose ndoshta mund të jetë edhe më e vështirë. Kur e ke kuptuar për herë të parë që kishe brenda teje një histori që duhej shkruar patjetër? Është shumë më mirë që nuk e ke lexuar të plot romanin, sepse ke kurreshtjen jo të dikujt që do me kuptu çfarë ka ndodhur, por të dikujt që do me kuptu çfarë do të ndodh. Kështu që besoj se ngjall më shumë interes tek shikuesi dhe lexuesi potencial, po thonë. Nuk e di, është pak a shumë si pyetja përse shkruaj, secili çdo shkrimtar i përgjigjet në mënyrën e vet. Kam përshtypjen se duhet kem kanë shumë i vogël dhe raditetin synoja për me alternu dhe për me kriju një tjetër paralel ku ndihesha më mirë. Kështu që nevoja për me kriju këtë raditet paralel ndoshta ka kanë shtysa parë për me shkruar. Ndërkohë romani yt Në pesë të tatuazhit tënd, siç e tham, i reziston kësaj mënyrës tradicionale të rrëfimit. Pse ke zgjedhur pikërisht këtë lloj forme, të lejon të shprehësh, të jep një lloj lirie në të shprehur që nuk ta japin format më tradicionale? Në rastin tim, forma nuk është qëllim, forma është mjet. Secili është qëllimi, pastaj ka shumë mënyra për me arrit drejt dekriptimit të tij dhe për mua si autor edhe për lexuesin. Pra ç'a do të thënë autori, që është pyetja më absurde dhe më acaruese njëkohësisht. Ç'a ke dashur me thënë dhe ç'a të ka frymzuar, janë dy pyetje më të tmerrshme që mund t'i bëjë një shkrimtarit. Po. Kështu që nuk e di, ndoshta ka një zgjidhje jo krejt e vetëdijshme. Pra subjekti kishte fillu me zanë vend tek unë, edhe kjo më shduk mënyra ose vetë subjekti ka imponu këtë mënyrë, si mënyrën më të mirë për me u tregu. Kështu që patjetër që ta jep lirshmërinë, por ne jetojmë në një periudhë kur lirshmëria është mundësi. Dhe ti e zgjat vetë. Ti e zgjat vetë, do të më ka një lirshëm në shkrim apo jo. Apo do të më u bazu dhe me të qëndru strikt disa kanoneve të vendosura kryesisht nga kushte sociopolitike dhe jo domosdoshmërisht ose gjithmonë estetike. Kështu që unë kam bërë zgjidhjen time shumë herë për me kanë lirë dhe për mos mundi ku për këtyre kushteve të cilat pastaj domosdoshmërisht sjallin një letërsi të parafabrikuar, po thonë. Kështu që kjo është patjetër, jam shumë dakord me vëzhgimin që the ti që të nxit dhe të mundson një lirshmëri më të madhe në shkrim dhe në teqimin e asaj çka nëpërmjet estetikës autori kërkon për me dhënë lexuesit. Ndonse unë jam besimplot se shprehja më me kuptim është sa çka lexime ka edhe lexues. Pra nëse unë kam pas një qëllim parsor, qëllimi mund të ketë ekzistuar, por nuk ka kanë qëllimit për me shkruaj njëjtë tek secili prej lexuesve. Në fakt përmendë një gjë që më bën pak kurioz, kushtet sociopolitike që ndikojnë për të shkruar në një mënyrë të caktuar. Mund përmendesh cilat? Po për shembull, diçka që ne jemi të gjithë familjar me të gjithë e njohim, që është realizmi socialist. Pra ishin kushte sociopolitike që imponuan realizmin socialist dhe ndikimi i tij vazhdon me kanë ada shumë i ndjeshëm në letërsinë shqipe. Jo vetëm tek autorët e asaj periudhe që jetuan dhe jetojnë edhe në këtë periudhë, por edhe tek mënyra që autorët të cilët kanë filluar me shkruaj pas kësaj periudhe i kanë imponuar vetvetit, duke pas si model dhe si bazë leximit vetëm letërsinë që ishte shkruar atëherë. Në ditët tona jemi dakord që domethënë ka një lirshmëri zgjedhje se si do të shprehesh ose se si do të shkruash. Po është kjo plotësisht e vërtet, domethënë të ka ndodhur të hasjesh me, nuk e di, ndoshta botues të cilët në një farë mënyre përpiqen të diktojnë se si duhet të shkruash, për në lidhje me formën, ndoshta nuk vjen si censura që ka qenë në diktaturë, po mund të vijë në formë këshilla që pse
pse nuk e bën në këtë mënyrë sepse mund të shitet më shumë, ose pse nuk e bën në këtë mënyrë sepse mund të kuptohet nga më shumë njerëz. Jo, nuk më ka ndodhur dhe nuk them, do të jem krejt i sinqert te kjo që po them, nuk besoj të ketë ndodhur ndonjë autorit shqiptar sepse tregu i librit në Shqipëri është një treg shumë i vogël. Para 1-2 vitesh atë tregu doli një statistik çesharake dhe ofenduese, sipas së cilës dhe nxorri një institucion zyrtar, po thonë, sipas së cilës 80% e shqiptarëve lexonin, që është një gjë tërësisht dhe thellësisht e pavërtet. Kështu që në këtë situatë nuk mendoj se qëllimi i botuesit me letërsinë shqipe, kur boton letërsi shqipe, është që kjo letërsi me ushqit dhe botuesi me fitu dhe me gjeneru para nga autorët shqiptarë. Zakonisht në shumicën dërmuese të rasteve botuesit rrezikojnë aq shumë në terma ekonomik kur botojnë letërsi shqipe, saqë kjo që thatë ju mund të ishte një mundësi për kurse si brenda Shqipërisë për letërsinë shqipe. Prandaj nëse flasim për letërsinë e huaj dhe për zgjatjen që u bëhet titujve komerciale të tjerë, një diskutim krejt tjetër. Rrëfimi në romanin ton ti e përshtypjen e diçka shumë personale, shumë intime. Megjithatë në disa intervista që kam ndjekur gjatë kohës që bëhesha gati për këtë podcast, të kam dëgjuar që je shprehur që nuk është eksaktësisht një roman autobiografik ose një rrëfim autobiografik. Dhe dua të di ku e bën ndarjen midis trillimit dhe ekspozimit të vetes. Intervistat që ke njeh duket janë direkt pasi ishte botuar romani është botuar në 2022, nëse nuk gaboj, dhe në vetëm atë periudhë shumë afër kohës romanit, kohës botimit kam dhënë intervista lidhur me të. Dhe kam kanë akoma në atë valën, po thonë, atë shkrimit dhe të përjetimit të procesit të shkruarit të librit. Nërsa atësh që jam ftoft me tekstin, që jam ftoft me romanin dhe që jam ftoft me vetin në atë proces shkrimit, ose mi përfshim në një proces shkrimit, diçka tjetër, e them me bini që ai roman është aq larg autobiografisë, saq çdo tekst tjetër mund të ishte, duke marrë parasysh gjithmonë që autori është domosdoshmërisht në një farë forme pjesë e tekstit vet. Kam qenë një herë në një intervistë kur personi që po e drejtonte, nuk po e them moderatorja për mos me kam fjalën, por nuk ka shumë e vështirë më xhet. Me që personazhi jem është në një krizë eksistenciale dhe vetë teksti fillon me incipitin duke përdorur si incipit taljen e famshme të Camus, që e vetë me problem vërtet filozofik është vetvrasja. Ajo intervistuese, e thash, ajo donte me çdo kusht që unë në një pikë të bisedës tonë ta thosha që kam kanë edhe unë përballë asaj krizet. Ajo ishte me regjistrim dhe në një moment i thash, nëse ti vërtet don që unë ta them, unë e them, se të kam mikë dhe e them për hatër tan. Që emisioni jot me pas këtë sikur e titull, ku ta diun, por nuk është e vërtetë. Është fiksion, është trillim. Kështu që është një tekst larg personit tem, asa që është afër disa momenteve pastaj pa diskutim, të cilat nuk shmangen dot. Dhe vija mes trillimit edhe ekspozimit që e quajtët ju, është shumë e holl dhe shumë herë është e pakuptueshme për vetë autorin. Dhe ka raste kur njerëzit e afërt të autorit ja vënë në dukje që shiko se kjo ka ndodhur, që shiko se kështu ka kanë tamam, ose a e pas ke treguar edhe këtë ngjarje dhe autori është i bindur në mendjen e vet që është një ngjarje që e ka shpik, kur në fakt kupton se rrajtë e saj janë në një ndodhi që vërtet i ka ndodhur. Ke patur probleme me, nuk e di, me miq ose të afërm ose familjar mbas e kanë lexuar librin? Jo. Ndonjëherë domethënë shohin këtë gjë edhe si ajo moderatorja mund të mendojnë që është shumë personale. Jo, nuk kujtoj, nuk kujtoj dhe të kanë se rreth i njerëzve të mi të afërt është realisht shumë i ngushtë. Besoj se po të kishte ndodhur do ta masha në mend. Romani përshkohet nga disa probleme të shëndetit mendor, por janë gjithmonë të nëndeshme, të nënkuptuara dhe nuk ju vjet asnjëherë emër, por është gjithmonë i pranishëm aty si problem. Dhe është një nga gjërat që më pëlqen sepse nuk e kthen atë në këto klishet e diagnozave klinike që u bëhet shpesh, qoftë në letërsi, qoftë në kinema, kur trajtohen personazhe që përballen me sfida të shëndetit mendor. Si mendon se mund të qaset letërsia kësaj teme pa reduktuar pikërisht në këto klishe? Kështu si është çast libri. Po për të shakave, me sinqeritet. Domethënë, unë mendoj se vepra letrare ka nevojë për sinqeritet, se arti në përgjithësi ka nevojë për sinqeritet. Dhe kjo se je i sinqert në atë që shkruan,
dhe i sinqert në kuptimin më sipëror të fjalës, pra jo i sinqert duke treguar jetën tënde, që nuk është më sinqeritet, është në shumë raste budallallëk. Por kjo se i sinqert në atë që shkruan, atëherë çastesh në një mënyrë, në atë mënyrë që ti mendon se është mënyra duhen. Pra mas pari duhet të kesh vetdijen për me kuptuar që cila është për ty mënyra duhen, ajo që është për mua mund mos jetë për këto tjetër. Dhe e dyta është që ti besosh asaj mënyrë që ti çastesh me tan sinqeritetin e nevojshëm. Kjo mendoj se nuk vlen vetëm për letërsinë, kjo mendoj se vlen për tana format shprehse artistike. Sa e sinqert mendon se është letërsia shqipe sot? Nuk e di. Sinqerisht nuk e di. Ne mas komunizmit, mas era komunizmi, patëm nevojën e jashtëzakonshme të ngulur shumë thellë për me tregu traumën e komunizmit. Dhe u shkruan disa vepra shumë të mira, ashtu sikurse pastaj sigurisht u tepru dhe u shkruan edhe xhana kret pa vlerë. Dhe është shumë e prap fija që ndan sinqeritetin, çastin e sinqert ndaj komunizmit dhe dëshiren për me marrë një tematikë që i përket asaj periudhe për arsye njohjeje komerciale etj. Është prap shumë e hollë. Kështu që nuk di ta bëj raportin se cilat veprat asaj që i përkasin ose që trajtojnë atë periudhë janë sinqerta dhe cilat jo. Dhe ky është vetëm një aspekt i letërsisë shqipe që për fat mirë sa vjen edhe zbehet, sa vjen edhe venitet, pasi realisht kishim një mingarkesë me këto tematika. Kështu që nuk di, duhet jetë objekt ose subjekt i një studimit shumë më gjanë sociologjiko-letrar, ndoshta. Ka kanë para pak kohësh në Kosovë, më tha një miku jem që kishte shku në një panel diskutimit pastaj, ishte bërë një studim ose një vështrim mbi tekstet e librave që ju sugjeroheshin nxënësave etj. Dhe gjithë synimi ose ajo që ka ky studim synonte për me thënë ishte që shumë tekste duhen kancelu, sepse në fakt flasin ose trajtojnë patriarkatin si diçka normale, shtypjen e gruas etj. Duke i pa jashtë kontekstit kur janë shkruar dhe brenda kontekstit aktual. Kështu që nëse ne zhvendosim një tekst nga konteksti, atëherë krijojmë një pretekst i cili hap vend për shumë aludime dhe shumë diskutime që shumë herë nuk na çojnë kërkund. Kështu që unë nuk jam ekspert për me thënë se sa sinqert mund të jetë letërsia shqipe nga pikpamja e studiuesit, por jam një lexues që shijon letërsinë shqipe dhe që mendon se ka shumë vlera, të cilat vërtet duhen pa. Dhe kjo është një ndër damet e tjera që i ka shkaktuar realizmi socialist i letërsisë shqipe. Token sa ajo metodë imponume përsëriste vetveten pafundësisht tek shumë shkrimtar, shumë poet, është kriju perceptimi i gabum që letërsia shqipe është ajo. Prandaj shumë kush nuk i beson letërsisë shqipe. Por unë mendoj se letërsia shqipe ka aq shumë jo potencial, se s'ka më nevojë të ketë potencial. Aktualisht ka aq shumë çka ofron, saqë duhet marrë dhe duhet trajtuar shumë më me dinjitet se sa merret dhe se sa trajtohet. Jo vetëm jo vetëm për lexuesit shqiptar, por edhe për lexuesit ndërkombëtar, dhe në këtë rast është e domosdoshme mbështetja shtetënore. Unë duhet të them vetëm një statistikë krejt ndoshta të parancishme, por për mua është themelore. Serbia mbështet, pra çandra e librit në Serbi ose drejtoria e librit në Ministrinë e Kulturës serbe, mbështet 120 botime serbe në vit për mu botuar xhuthuj. Ndërkohë Shqipënia mbështet 6. Pra 0.5% të asaj që ka mbështet Serbia, dhe po marr dy vende të rajonit, pra nuk po shkoj se sa mbështet ku di unë një shtet tjetër. Vetëm fakti pra që vetë çandra e librit, e kombit ton, e gjuhës ton, e vendit ton nuk ka më shumë besim tek letërsia shqipe, që mund të ketë një pozicion ma me peshë në letërsinë ndërkombëtare dhe nuk mbështet më shumë tekste se sa kaq tregon se kuptimi i përgjithshëm për letërsinë shqipe se ku çndron. Megjithatë, tani po bëj pak avokatin e djallit, ka dhe këto vështirësitë ekonomike që ndoshta kur është fjala për shtetin nuk duhet i ketë, sepse nuk ka arsye pse të mendojnë mbi fitimin, sidomos kur është fjala për kulturën, po ndoshta edhe vështirësitë gjuhësore për ta përkthyer shqipen, nuk është se ka shumë përkthyes jashtë që mund të përkthejnë direkt nga shqipja dhe nuk e di sa përkthyes të mirë kemi këtu që të jenë biling dhe të mund të përkthejnë natyrshëm nga shqipja në anglisht, siç përkthejnë, po themi, nga anglishtja në shqip. Sigurisht ky problemi nuk do të bëte një konkurs për zgjidhjen e aty në 6 librave që mbështet çandra e librit. Pra, nëse çandra e librit do të binte që filan autor ka një përkthyes të mirë, atëherë ja jepte direkt mbështetjen. Para disa vitesh, po më duket rreth si vjet, por para disa vitesh e di mirë se kam qenë edhe vetë pjesë
atij konkursit dhe kam fitu, pra nuk është diçka personale. Para pak vitesh kanë në mos gaboj 20 ose 18 aplikant. Pa. Pra ti mund t'i mbështet shumë kollaj 18, as sa që aplikojnë. Dhe kështu jep mesazhin që ti mbështet gjithë. Pa. Pastaj është punë tjetër që është ja vlerave etj, por kur aplikohet, do të thotë që një botues si huj mendon që ai libër vlen për të botuar në gjuhën ku ai botues publikon, jeton me atë kulturë etj. Pra patjetër që ka një problem shumë të madh. Më sa përkthyesve nga shqipja në gjuhë të huj, por që është një problem që për mendimin tim do të vinë duke u reduktuar me kalimin e kohës, pasi tash janë brezi i dytë i emigrantëve, që shqipen edhe gjuhën e vendit ku jetojnë i kanë paka shumë të njëjta dhe kalojnë nga njëra te tjetra me një fluiditet krejt të natyrshëm. Për shembull, letërsia aziatike, një pjesë e mirë letërsisë aziatike në anglisht përkthehet prej aziatikëve që jetojnë në Amerikë, shumë koreanë, hankangu, që po flisim pak më përpara. Kështu që në këtë sens mendoj se nëse ekziston mbështetja, nëse ekzistojnë politikat e duhura, me gjitha dëshirat dhe besimet tek letërsia shqipe, jo mendoj për jam i bindur që këto janë probleme sigurisht shumë të rëndësishme, shumë të rëndësishme, por që po adresuan si duhet zgjidhen. Megjithatë ti je i përkthyer në disa gjuhë të huaja tani. Si ka qenë si proces? Unë jam i përkthyer në 2 gjuhë të huaja dhe tani do dalin edhe në serbisht libri shumë shpejt. Në serbisht ajo është botuar në mbështetjen e Tradukit dhe Traduki është po ashtu një mjet shumë efikas për promovimin e letërsisë shqipe në vendet e rajonit dhe në Gjermani, edhe në Sjeltës, pra Gjermanes dhe vendeve të rajonit në Shqip. Nuk e di, në Itali kaloi shumë natyrshëm, shumë normal, ndërsa në Rumani ka pas një pritje shumë pozitive, shumë dashamirëse dhe është një rreth rastet që ndihesh vërtet mirë, sepse u bë një promovim tek Muzeu i Letërsisë Kombëtare i Letërsisë Rumune, erdhën njerëz, ti jep autografe njerëzve që nuk ju kupton dot emrat, dhe ato pra ulën shkruajnë emrin e vetë një copë letër dhe ti e kopjon dhe pastaj e vendos tek libri. Pra është ka një përvojë shumë e këndshme, shumë e këndshme. Për të kthyer prap tek romani, 2 prej personazheve të tij që babai dhe djali, duket sikur janë vazhdimisht në një gjendje ku ndërrojnë në drejtime të kundërta. Babai ndërron të jetë më i rik, ndërsa djali ndërron që të rritet dhe të mos ketë më probleme, të mos përballet më me sfidat të shëndetit mendor, po dhe probleme që lidhen me figurën e babait. A janë këto 2 pasqyra të njëjtës frikë dhe çfarë qëndron pas këtij, po themi, obsesionin, nëse mund ta quajmë në thonjza, me dëshirën për transformim, për të ndryshuar? Nuk besoj se është vetëm obsesioni i personazheve të mi, besoj se është shumë më e gjatë. Ne tanë kanë ndihju njerëz të rritun që na drejtojnë, se unë di kena pak a shumë tjetër në moshë, na drejtojnë ti sha dhe i herë në moshën tënde, ashtu sikur se edhe unë edhe ti edhe të gjithë, kur kena ka ndoshta pak më të veçantë, me siç kena prit me u rrit, me idenë se kur të rriten na çanat kanë me kanë më të thjeshta dhe edhe çdo iluzion tjetër që pastaj kur rritesh vërtet e kupton se ishte iluzion dhe bëhesh direkt pjesë e atij grupit që më përpara të dukte i çuditshëm. E vërtet. Kështu që kam përshtypjen se këto 2 personazhe nuk janë asgjë tjetër përveç se 2 personazhe normal, me sjellje normale në raport me këtë çështje. Pastaj me çështjet e tjera mund të jenë tërësisht jo normal, por në raport me këtë dëshirën për me pas të kundërtën e asaj që kanë ose të ardhmen ose të shkumen, prap të pamujtunin. Besoj se është një mënyrë normale të menduarit. Çfarë do të thotë të bëhesh dikush në një botë ku koha shpesh perceptohet si jo lineare dhe ku kujtesa është e paqëndrueshme? Do të thotë arrim ndonjëherë të realizojmë plotësisht, pra të kemi plotësisht një identitet tonin, apo jemi gjithkohon duke zhbërë dhe duke krijuar diçka të re? Kam përshtypjen se është kjo e dyta, pra do të thotë të jesh në një sfidë të përhershme dhe çdo ditë ta rizgjedhësh ose ta ribësh zgjedhjen për me të qëndruar në atë sfidë. Kjo kam përshtypjen se është vetëm një përgjigje që mund të them. Pra, ti thosh për ditë po, një sfidë që ti e din që nuk ka me përfundu. Është zgjedhje gati utopike, sepse e din që nuk e më rrit ndoshta askund, por prapë zgjedh, sepse është mënyrë të jetuar. Duket sikur jemi gjithmonë kaq të friksuar nga të qenit të zakonshëm, njerëz të thjeshtë, dhe njëkohësisht kemi këtë dëshirën për të qenë të padukshëm ose për të zhdukur nga syri dhe nga vëmendja e të tjerëve. Kërkojmë në të njëjtën kohë edhe njohje, po edhe lirinë e të qenit të padukshëm. Të kërkosh të dalësh dhe të bish në sy dhe
kam përshtypjen se po ashtu është diçka njerëzore, diçka e zakonshme. Pra askush në një pikë tjetër vet nuk ka dëshirë për me pas atë dhe për me marrë atë profitin e udhët. Po. Por pastaj kur det dhe kur ekspozohesh kupton që është shumë qef për një farë periudhë, por pastaj është edhe shumë e rrezikshme, sepse ekspozimi të vjen në sy të gjithkujt. Shumë herë jo shumicën e herëve jo dashamirëse. Kështu që kur gjendemi përballë kësaj situate, ato friknat e zakonshme njerëzore aktivizohen dhe duhet një forcë shumë e madhe për me te kalu dhe për me vazhdu me majtë pozicionin tanë pavarësisht gjithë gjanave që të thuhen dhe gjithë akuzave që me pa të drejtë të ngrihen, duke vërtetu atë thanjen që më duket është e Kantit ose atribuohet Kantit paktën, se kur njeriu të akuzon për diçka që nuk e ke bë, ose e ka bë vetë ose në vendin tan do ta bante. Por ta fitosh besimin në vetvete dhe vetdijen që kjo thanje në fakt është gati hynore për nga vërtetësia që mbart në veten e vet, duhet shumë forcë. Duhet shumë forcë, dhe nuk e di a kam vetë, nuk e di se në cilin shteg jetet, në cilin shteg përditshmërijet, në cilin shteg fëmijënie, në cilin shteg rritjet, nuk e di se në cilin shteg përgjithsisht duhet me kalu për me fitu këtë forcë që mandej na çon te ajo që sapo thash. Duhet të kthehem pak asaj që është dhe thelbi ose ndoshta boshti kryesor i librit dhe që ti e përmendet është dhe si thënie në fillim të tij, më thënë e Camus, që i vetmi problem filozofik është vetvrasja. Por nuk duhet të përqendrohem tek vetvrasja, duhet të pyes në fakt nëse mund të jemi vërtet ndonjëherë të lumtur. Ne mund të imagjinojmë Sizifin të lumtur, nëse imagjinojmë Sizifin, besoj se mund të imagjinohet kushdo. Besoj se mund të imagjinohet kushdo i lumtur. Kur unë kam qenë në matur, ose ndonjë vit më përpara dhe ishin ato testet provë që ne bashim para maturës, që tash i kanë kaluar do vjet. Teme sejet tek provimi matur si ishte a është numëturia, udhtim apo pikëmbërritje, destinacion. Dhe duket që si teme sejet për gjimnazist, por është një pyetje thellësisht filozofike. Ashtu sikur se Sizifi, ne mund të imagjinojmë të lumtun, praktikisht një lloj sjelljeje si e Sizifit është edhe ajo zgjedhja e përditshme e sfidës, për cilën folëm më përpara. Dhe në kjo se njeriu e zgjedh sfidën ditë për ditë, ai e zgjedh sepse kushdo është i prirur natyrshëm drejt lumturisë. Në kjo se zgjedh me jetu në një sfidë ditë për ditë, do të thonë se ajo çdo e bën të lumtun. Që kam përshtypjen se mund të ndihemi të lumtun. Ekziston mundësia dhe ekziston ajo tamam mundësia, se s'më vjen një fjalë tjetër për mund të lumtun. Një element shumë interesant është i gjarprit. Është një mit i vjetër shqiptar që njëkohësisht në libër përfaqëson edhe hakmarrjen, pra është një lloj mallkimi që supozohet të ndjek brezat. Çfarë përfaqëson gjarpri në këtë aspekt, pra në libër për ty? Gjarpri përfaqëson trashëgimin. Përfaqëson trashëgimin që shumë herë është gati e barazvlefshme me turpin. Ose të paktën në rastin e romanit tem. Kështu që gjarpni, mënyra se si ecën, mënyra se si zvarritet, mënyra se si tenton të komunikojë, mënyra se si provon të përfshihet aty ku nuk përket, është pikërisht një dëshmi e paaftësisë tonë, paaftësisë së njeriut për me u shkput tërësisht nga shkumja vet. Por nuk na thot nëse kjo është një paaftësi që njeriu e pranon apo një paaftësi që njeriu e lufton. Është shumë interesante se si regjimet diktatoriale gjithmonë kanë dashur me zhbatu shkumen, me zhduk të shkumen. Në Kinë, në Shqipni, revolucioni kulturor, synimin kryesor në Kinë, sidomos, po edhe në Shqipni këtë kishte. Prandaj kjo çësje, kjo mënyrë e të pamunit të së shkumes e ka një kundërshtar. Dhe në rastin tem ky kundërshtar është gjarpni. Mendon që çdo familje ju lë trashëgim pasardhësve të vetë një lloj mallkimi në thonjza, qoftë edhe paaftësia ose pamundësia për të folur për disa gjëra? Trauma trashëgohet, por mendoj se jena në një periudhë kur ai zinxhiri i trashëgimisë së traumës po thyhet gjithmonë në më shumë raste. Ajo trauma e familjes si përvojë jetet ose si xhurm që ka lënë tek paraardhësit trashëgohet domosdoshmërisht.
por po zhbahet për herë më shpesh tek breziri, ose kështu e shoh fund paktën. Po, edhe nga biseda, do të thonë me miqt është si një lloj shakaje që prindrit tanë shpesh jetojnë akoma me atë mendjen e luftës ose të krizës, do të thonë duhet të kenë gjithmonë dollapët të mbushur me ushqime se mund të ndodhë diçka. Ndoshta nga brezi i prindve tonë më tutje mund jemi, po jemi brezat e vetme në histori që nuk kemi përjetuar luftë. Ta. Gjithmonë brezat para nesh kanë përjetuar luftë. Kështu që edhe politikanët e sotshëm janë vetëm politikanë të cilët në jetën e tyre nuk kanë përjetuar kurrë asnjë luftë. Ta. Dhe kjo lloj çetësie ka ardhur pa pritun, njerëzit ishin pa përgatitur për këtë çetësi. Dhe gjurma e luftës që është përjetuar para disa brezave ka vazhduar dhe ka mbetë si gjurmë në edhe në trashëgimin, edhe në botkuptimin, edhe në mënyrën se si e vështrojnë realitetin, ato që se kanë përjetuar luftën. Andreas, romani jot lidhet ngushësisht edhe me kujtesën dhe një lloj dëshire për të ikur të shkuarës. Ne folëm pak edhe për nevojën që kanë diktaturat për të fshirë të shkuarën, po flasim pak dhe për nevojën tonë për të ikur të shkuarës. Në qoftë se në një moment do mund të zhvisheshim nga kujtesa, a do ishim në fund të lirë apo mos ndoshta do rreshnim se ekzistuari plotësisht? Jo, pa diskutim që do rreshnim se ekzistuari plotësisht. Ne ajo që na bën të jemi të xhallojmë është kujtesa. Është një teori që unë kam shumë qef, nuk e di nëse është shkencore, për të paktën letrare është fantastike, që kujtesa transmetohet nëpërmjet ujit. Pra uji si vetmi realitet që nuk zhduket, që nuk shuhet, që nuk është se thjesht zhbëhet, por është përherë pjesë e njeriut, pjesë e organizmit, pjesë e çdo xhallese, mbart brenda vetës kujtesën, e cila transmetohet, trashëgohet, teqohet prej tek një brez të tjetri, prej tek një individ të tjetri, etj. Kështu që kam përshtypjen se pa kujtesën do të ishim një lloj si pa ujin, ose pa ujin, sigurisht efekti i parë është që do të dehidratoheshim dhe do vdisnim, por nëse do të çante një zgjidhje shkencore për kujtesën, nuk mendoj se do të kishte një alternativë, një mundësi tjetër. Dhe tek çështja e raportit ton me të shkuarën, ne si komb kena raport shumë interesant. Për një farë periudhë jena gati me mohu komplet, pastaj jena gati me mitizu, dhe pastaj atë mitizim që i bëjmë po vetë jena gati me besu. Përpara një muaji ose 2 muaj, mos gaboj, ishte edhe një tregim që doli i shkruar plotësisht nga inteligjenca artificiale. Për mua si lexues mesatar, po quaj veten, nuk kishte ndonjë dallim të madh nga një tregim i shkruar nga një njeri, pra, nëse arrin të shkaktoj emocione, arrin të vi deri te ty. Dhe më duke frikshme, nuk e di si e shikon ti. Jo shumë kohë më përpara, mund ta gjej se kam rrit dikush kishte hedhur në Facebook një statistikë, ishte më tepër si ti pyetje, anketë, po thonë. Kishin vënë 2 poezi, një Shakespeare-it, sonet më duket, dhe një poezi e bëme me inteligjencë artificiale, dhe masivisht një numër shumë më i madh njerëzish pëlqenin më shumë poezinë e inteligjencës artificiale se sa sonetin ose poezinë e Shakespeare-it. Ndërkohë tani isha te panajri i Kosovës para një jave dhe vuna re diçka të llahtarshme, të tmerrshme. Një pjesë e madhe e kopertinave ishin të gjeneruar me inteligjencë artificiale dhe një sy mesatarisht i stërvitur me inteligjencën artificiale. Pra jo ekspert, unë nuk jam ekspert, ndoshta as mesatarisht, unë e kam bërë provë si loader, sigur se tjerë. Të gjeneruar plotësisht apo të gjeneruar vetëm një imazh i përdorur në të gjeneruar me plotësisht me inteligjencën artificiale. Dhe unë e kuptoj kur inteligjencën artificiale ti e vendos në dobi të, pra nuk ke asnjë ide çfarë të bësh si kopertinë dhe i thosh shikoj libri flet për këto gjëra dhe më jep një ide, po jo të marrësh eksaktësisht atë dhe ta përdorësh, është skandal. Unë nuk jam fare kundër inteligjencës artificiale në parim. Përdorimi i inteligjencës artificiale i sjell botës dhe njeriut shumë thjeshtësi. Pra disa gjëra që do të marrin shumë kohë tani, disa punë që do të kërkonin shumë kohë tani thjeshtohen. Por ama duhet të mos e çojmë gjithçka në ekstrem. Pra duhet të ketë një sens mase etik. Nuk po them sens mase logjik, por të paktën etik. Etika duhet të ndalojë njeriu në përdorimin e inteligjencës artificiale për shumë fusha. Dhe një ndër to, se këtë do ta bëj edhe editorialit në Exlibris, besoj, nëse do kem kohë në kuptimin e kësaj, është çështja e kopertinave me inteligjencë artificiale. Do thënë dallohet
Po. Dikush që ka Facebook dhe që shef gjithë marrinat që dalin në Facebook e dallon shumë kollaj që është me inteligjencë artificiale dhe çfarë jo. S'mund ta përdorësh si kopertinë. Në fakt është e frikshme se ka filluar të përdoret shumë. Një është kjo e kopertinave që ti the, po ka filluar të përdoret shumë edhe në shkrime, në lajme, në artikuj online. Domethënë, kur janë në shqip arrin ta dallosh sepse nuk është, ndoshta inteligjenca artificiale nuk është akoma aq e mirë në gjuhën shqipe. Edhe në shqip është pak problem sepse ne anglishtja na ka bë me hub sintaksën e gjuhës në shumë raste. Pra, unë nuk më shqetëson aq shumë humbja e leksikut. Sigurisht është fakt shqetësuese, por po ta krahasoj, nuk më shqetëson aq shumë nëse thuhet ku diun moment edhe jo çast. Unë e bëj si gabim dhe kur e bëj ndjej që e bëj si gabim dhe përpiqem të rregulloj ose gjëra të tjera, por kjo po më vjen tani si rast. Pra ma kur struktura sintaksore e shqipës është anglisht, ky është problemi i madh. Pra ne na vin dhe ne lexojmë dhe ne kena përkthime nga anglishtja që janë tërësisht korrekte. Pra fjalët janë përkthyer me korrektesë të jashtëzakonshme, por në fakt struktura është anglisht. Po. Pra ti e lexon shqip dhe e ndëgjon anglisht. Dhe ky është problemi. Prandaj, duken se edhe njerëz, domethënë, në vend që inteligjenca artificiale t'i afrohet njerëzve, janë njerëzit që afrohen të gjuhës së inteligjencës artificiale. Një pyetje të fundit, libri tani është i botuar prej 3 vitesh, është në duart e lexuesve. Ndihesh më i lehtësuar apo më i ekspozuar? Unë kam lexuar librin pasi është botuar vetëm një herë në italisht, sepse i qenë shumë kurioztar të dia se si tingëllon në italisht teksti. Si është si ndjesi? Shumë bukur, shumë bukur, sepse nuk të duket më sikur është teksti jot. Pra të duket si realisht, të duket si teksti dikujt tjetër. Nuk i lexoj thjesht asnjëherë pasi botoj xhanat e mia, përveç se sigurisht kur duhen rishiku dhe kur e kuptoj që kam gabulle, duhet rregullu kjo, nuk diskutohet. Unë nëse nuk do të doja që romani të lexoj dhe të më ekspozonte edhe mua si autor, shumë thjesht mund të mos e botoja. Asnjë autor shqiptar sot që flasim, nuk jeton vetëm nga librat e vet, asnjë. Dhe këtë ta them me bindje të plot. Pra unë mund të jetoj shumë mirë pa e botuar romanin tim, ashtu sikur se gjithë tjerët mund të jetojnë shumë mirë pa e botuar romanet e tyre. Pra ajo që ne na nxit për me botu nuk është asnjë thirrje e dëshpëruar me lexuesve që mezi shpresin të lexojë diçka prej nesh, asnjë autor shqiptar po ashtu nuk e ka këtë fat, sepse është fat po ta kishim. E po ashtu as domosdoshmëria për me jetu, pra nuk është një punë e përditshme me të cilën me puna e parë, si thonë, secili prej nesh bën edhe punë tjera. Ja. Dhe në këtë sens ekspozimi që e quajte ose shfaqja ose dalja në dukje jemja dhe romanit është një fakt që nuk më shqetëson, përkundrazi. Jo, e kisha më tepër me ekspozimin, po themi, të brendësisë tënde përmes romanit. Aq sa që është jam unë aty, aq nuk jam unë. Kështu që nuk është e kohët, është realisht e kohët, se dal prapë tek ajo që thash në fillim me atë intervistuesin që donte më thënë që donte më me thënë që kam dashur vras veten. Është e kohët të argumentosh që shiko se këto nuk ka ndodhur me të vërtetë. Unë nuk jam krejt dakord me atë idenë e formalizmit rus që shkrimtari nuk ka pikë rëndësie, dhe është vetëm zoti tekst. Pra teksti domosdoshmërisht është i lidhur me disa kushte sociale të kohës, me vetë shkrimtarin e tjerë. Por prapse mendoj se rëndësia themelore, kapilare, më thelbësore, ku diun, i çndron tekstit. Në fakt thash ishte pyetja e fundit, po ndërkohë po përgjigjesh, më erdhi edhe një pyetje tjetër. Duke qenë se ti je redaktor përgjegjës të Ex Libris, je i përfshirë dhe në jetën letrare dhe kulturore. Si e shikon pak a shumë këtë jetën kulturore, të paktën në Tiranë? Nuk e di nëse mund të flasim për një jetë kulturore të mirëfillt jashtë Tiranës. Nëse mund të flasim edhe në Tiranë për një të tillë. Të zbet, mediokre, që nuk të grish, pra nuk të bën të marrësh pjesë. Nuk e di. Sepse mbahen, domethënë, duke qenë se punoj dhe vetë në media dhe shoh gjatë gjithë kohës që mbahen evente kulturore, domethënë ka gjithkohon, jo thjesht me letërsim, po me artet vizuale, me muzikën. Po në shumicën e rasteve kam të njëjtën ndjesim që po thua edhe ti, që nuk të grish, nuk të fton, nuk të bën që nëse ti ke një planin më të thjesht në botë, nëse ke plan, ku do të pish kafe poshtë pallatit, dhe ti shef që është kjo nuk nxitesh të shikosh unë po e lë këtë kafen poshtë pallatit dhe po shkoj. Zakonisht janë të njëjtit njerëz që shkojnë në për aktivitetet e njëri tjetrit,
Kjo ndodhet nëpër promovime letrare në fakt që nëse unë vi tek promovimi jot, pastaj unë çoj ftesën e promovimit tim dhe ti vjen tek promovimi im që është çesharake. E kam kam qenë pjesë e kësaj gjëje çesharake dhe unë ndoshta mund të jem prapë në të ardhmen sepse i tillë është konteksti. Por unë për shembull në Shkodër që e njoh shumë mirë, unë jam shkodran, që sigurisht nuk është hiç e vështirë më kuptu. Në Shkodër teatri i qytetit ka një raport krejt të zhdrejt mes komedisë, pra mes estradës dhe mes shfaqjeve të tjera. Dhe kjo mu më shqetëson shumë. Pra ka shumë ma tepër estradë se sa ka shfaqje në drama tjerë. Dhe kjo më shqetëson shumë pasi më bill tek një ndër frikrat e mia më të mëdha që po i afrohemi për herë e më shpejt dhe tani më duket sikur është e pashmangshme, sikur se shoqë shkojnë gjërat, çastit kur argëtimi dhe kultura do të jenë e njëjta gjë. Pra njerëzit do të shkojnë në aktivitete, evente kulturore, jo për me fitu diçka, por për mu argëtu, për me kalu kohën, për me ku ta di unë, por jo për me marrë diçka, jo për me u kultivu, që është e njëjta rraj me fjalën kulturë. Pra, nxitimi drejt këtij destinacioni, drejt kësaj pikëmbërritjet, mu më shqetëson shumë dhe shumë nga këto evente veprimtari kulturore që ka dhe Tirana, unë i shoh sikur na çojnë te kjo gjë e cila është realisht shqetësuese. Por sigurisht se bana shumë mirë që është gjatë ta përgjigjen, sepse mund të harrosh me thënë këtë. Kjo nuk do të thotë që në Tiranë dhe në Shqipëri nuk ka ngjarje vërtet bukura. Unë për shembull, nëse kujtoj atë Zafestin, që bëhet që është 10 vjet ndoshta në Shkodër, e gjana të tilla të kësaj natyre. Edhe në Tiranë mund të ketë dhe ka. Marr ose nuk marr pjesë, unë jam i vetëdijshëm që ka gjana të mira, por fryma e përgjithshme të demotivon që ta provosh. Dhe kjo është gjëja më e keqe. Po kapem pak dhe të fjala që përdoret të demotivon, jo për të rënë në teori konspirative, po të duket ndonjëherë sikur është e qëllimshme kjo si gjë. Ashtu sikur se e shoh të gjithën, edhe atë që diskutova më përpara, punën e shqipes, si gjuhë në gjithë gjuhëve të universit. Edhe këtë, edhe shumë gjëra tjera, që nuk po e përmendej për çështën e kësaj mos marrë teori konspirative, por e shoh shumë herë se të ndërdituna me njëra tjetrën, ndonë se duken shumë larg. Sigur ka një lloj dorë ose një lloj force të padukshme që kërkon të na shtyj drejt të qenë gjithnjë më budallënj, po themi, ose gjithnjë më pak, të mendojmë gjithnjë më pak për veten tonë. Një lloj algoritmi të rad. Pra që nuk e ke vetëm në telefon, por që e ke edhe në përditshmëri. Pra një algoritëm që ty të përfshin, don apo nuk don në këto gjëra që pastaj do të demotivojnë, nëse vërtet mendon. Nëse nuk mendon, do thënë, nëse nuk mendon është fantastike, sepse ti shkon në teatr dhe shef një estradë, një varietet estradës dhe të qesh, dhe realisht kalon shumë mirë. Nuk them që kalon keq, a din. Por nëse pastaj fillon edhe thumur po prit se pse, si ka mundësi, pse nuk ka më shfaqje të tjera, atëherë fillon edhe shqetësohesh dhe fillon e demotivohesh. Kështu që po unë i besoj kësaj teorie që nuk është se e tham shpesh, por me që bashkëndakemi, patjetër që do ta thosh. Mirë Andreas, faleminderit që ishe në Apostrof. Faleminderit shumë, kënaqësi. Kënaqësia ime. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.